Atëherë shkojmë me pyetjen e dytë, hoc, ku thotë kështu. Selam aleikum, shejh. Deshta një pyetje më e bën në lidhje me lidhjen e namazeve. Unë jetoj në Austri dhe kam shtëpi, domethënë këtu në Shkup. Dhe kur të vi në pushime, në javën e parë e bëj bashkimin e namazeve dhe i shkurtoj. Deshta të ves, a duhet të fali normal në kohë pa shkurtesë apo si të veproj? Allahu të ruaj. Selam aleikum. Wa aleikum selam. Sa i takon çështjes së namazeve, do të ky vllau pasi që është vendasi i Maqedonisë, Shkupian, nuk e di. Po, Shkupian. Se Venerova është Shkupian. Po më parasysh çdo vend të Maqedonisë, ai është vendas edhe në Maqedoni, është vendas edhe në Austri. Përderisa ka shtëpinë vet, adresën e vet, i ka dokumentacionin e letë qëndrimit në Maqedoni dhe të njëjtën e ka edhe në Austri, Austrika po. Po Austri po. Do thotë ky person llogaritet vendas edhe në Maqedoni, llogaritet vendas edhe në Austri. Përderisa është me këtë status, atëherë me automatizëm atij i ndalohet që të bëj bashkimin dhe shkurtimin e namazeve. Pa më parasysh se a vjen në vendlindjen e tij në Maqedoni për një ditë, për një javë, për një muaj apo më pak apo më shumë, pa më parasysh sa qëndron tek ne, ai gjatë gjithë kësaj kohe obligohet që namazet të i falë në kohën e vet dhe të i falë të plota. Pa shkurtesë. Pa shkurtesë, nuk lejohet që ai të i shkurton namazet e as të i bashkon. Një gjë të tillë lejohet vetëm kur është duke ardhur prej Austrie për Maqedoni dhe duke shkuar prej Maqedonie për Austri. Gjatë udhëtimit. Po, e kjo vlen ai nëse shkon prej Austrisë, hipotetikisht flasim, nëse shkon prej Austrisë në Gjermani është ai udhëtar dhe atje mund të i bashkon dhe shkurton namazet, apo prej Maqedonisë shkon në Turqi për shembull, atëherë në Turqi është pse ai s'ka leje qëndrimi as për Turqi, as për Gjermani, as shtëpi, as nuk ka ndonjë status që atij ja mundson qëndrimin në kohë më të gjatë në këto dy vende që janë neutrale. Kurse statusin e vendasit e ka edhe në Maqedoni, e ka edhe në Austri, që ta bën me dije se mundet në konceptin islam njeriu të jetë vendas i dy vendeve, pasi që ai ka rregulluar statusin e tij do thotë të banimit edhe të dokumentacionit në dy vende të ndryshme, dhe kjo do thotë asgjë nuk është problematike në konceptin fetar dhe islam, edhe me automatizëm i themi që prej tash e tutje të mos e shkurton dhe të mos e bashkon namazin, edhe nëse qëndron një natë. Ajo është vendas kur vjen në vendlindjen e tij dhe është vendas kur shkon në Austri, në atë vendin ku ai jeton edhe punon. Pa parasysh ai ka përgjithmonë mendjen me qëndru atje apo një kohë më të shkurtë. Në gjitha këto rrethona ai duhet të e bashkon dhe duhet të fal namazin e plot dhe të mos e shkurton.